Hiqni dorë urgjent nga përdorimi i letrave të lagura. Ja pse. Shumë njerëz përdorin peceta të lagura çdo ditë duke besuar se ato do të pastrojnë më mirë, por pecetat e lagura janë të dëmshme. Përdorimi i tepërt i tyre mund të mos i shërbejë shëndetit tonë. Ndryshe nga letra higjienike e cila prishet në ujë para dhe pas shpëlarjes, pecetat e lagura nuk prishen aq lehtë. Pecetat e lagura mund t'ju bëjnë të ndjeni më të pastër, por ato mund të jenë të dëmshme. Kjo ndodh sepse pecetat e lagura mund të prishin mikrobiomën tuaj duke hequr bakteret e mira dhe duke lënë pas bakteret e këqija të cilat mund të shkaktojnë skuqe, irritim dhe infeksione mykotike. Ndërsa të rriturit mund të përdorin her pas here pecetat e lagura në vend të letrës higjienike, fshirja e shpeshtë me to mund të varfërojë mikroorganizmat mbrojtës dhe t'u hapë rrugën problemeve të ndryshme shëndetësore, prandaj duhet të tregoni kujdes.